Agaj ka ndjekur me shumë vëmendje situatën dhe ka marrë një vendim. Kjo situatë mund të ketë pasoja serioze dhe nëse Gania pretendon se ishte një shaka apo pjesa tjetër. Kjo është në fakt një situatë serioze, nëse një djalë futet në shtrat pa leje, veçanërisht kur vajza është në gjumë, kjo mund të konsiderohet hyrje pa autorizuar ose cënimi privatësisë, që gjithashtu mund të ketë pasoja ligjore. Kur një person është në gjumë, nuk ka mundësi ta jap si pëlqim. Ndaj çdo afrim në atë moment është i dënueshëm. Unë kam një zarf dhe do e lexoj tani me ju. Faleminderit. Si pasojë e cënimit të privatësisë dhe shkeljes së etikës, Agaj ka vendosur: nëse Gania shpallet fituesi edicionit të dytë të Ferma VIP, nga çmimi i madh prej 100.000 euro, do t'i zbriten 15.000 euro. Por Gani, edhe të gjithë, ta mbaroj unë ju lutem, si ju dëgjova, Gani dhe të gjithë pjesa tjetër, ky është paralajmërimi i fundit. Nëse situata vazhdon, ulja e çmimit nuk do të jetë më opsion i zgjedhur. Ne si produksion do të kemi zero tolerancë për sjelljet e papërshtatshme. Në ferm duhet të ruajmë një ambient të sigurt dhe respektues për të gjithë pjesëmarrësit. Unë dua që të qetësoheni dhe ta mbyllim këtë temë tani, do vi po Gani. Atëre, sa i përket kësaj, peshë që ka marrë për mos atjera, unë e di që kom shkel mrena një reality showit, po nëse veç pa i cilësëni si t'il, unë i kërkoj falje gjithë nonave dhe femnave shqiptare, edhe pse nuk kom pas qëllim as me lëndu e as me dëmtu as një femën. Gani? Ndihem jashtë zakonisht, ndihem keq. Ju thëmë sinqeresht. Gani, faleminderit për këto që the, ky ishte i vetmi qëllim që donim. Jo, vi për një familje kulturume, vi për një familje që jo shembo, nuk do të bëje këtë rast për një qëllim tjetër. Nëse e cilësoni si të tillë, pa vedia, me vedia, si do që të ka ndodhë, unë nina jashtë zakonisht kash. Ju betohem të madhën Zot që nuk kom pas në qëllim tillë si do që tjetë. Pra në një kërkim faljet e mija sinqerta nga E mbyllim, kthehemi në studio. Kjo ishte pjesa e parë, ne nuk shkëputemi dot pa një falënderim të shtupër të veçantë për sponsorin tonë general Tring. Me Tring Ferma VIP 1 dhe 2 transmetohet 24 orë në Korale, ndërkohë që ndjekim sfidat këtu në Tring zhvillohen edhe sfidat më të mëdha sportive, nga kampionatet elitare të galat më spektakolare. E juaja vetëm me një abonim, sepse të gjithë e dim nuk ka tifoz pa Tring. Pas pak do të kemi momente shumë të bukura. Ju premtoj. Pas pak. Go, 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 go.